Kreu Demokrat Lulzim Basha ka qenë pranë banorëve të fshatit Hamil në Fier, ku ka shpjeguar planin e tij ekonomik dhe mënyrën se si do të funksionojë për qytetarët, për fermerët, për të rinjt, për pensionistët, për të papunët. Ne vim këtu me një plan ekonomik që na është dash 2 vite ta hartojmë, pasi kemi parë gjendjen në terren, pasi kemi parë problemet reale, mundësitë reale për të dalë nga kjo gjendje, pasi kemi konsultuar me ekspertët më të mirë të fushave, edhe të bujqësisë, edhe të blegtorisë, dhe pasi kemi marrë vullat e ekspertëve më të mirë të ekonomisë në Gjermani, në Europë, këshilltarët ekonomik të kancelarës gjermane. Basha nuk la pa shigjetuar kryeministrin Edi Rama, duke thënë se ai vjen me premtime të reja pasi nuk ka përmbushur asnjë nga premtimet e mëparshme. Pa lënë pa akuzuar edhe ministrin e LSI-s Panariti. Sot mas 4 vjetësh vjen dhe nuk flet më për premtimet e para 4 viteve. Asnjë fjalë. Tani vjen me premtime të tjera. Por në fakt, gjëja e parë që njerëzit gjykojnë është çfarë bëri këto 4 vjet. Çfarë bëri për ju? Pas ka ardhur Panariti këtu dhe thotë s'kisha fonde. Gënjen. Shteti ka harxhuar këto 4 vjet 16 miliardë euro. Vetëm për fishekzjarret në hapjen e sheshit Skënderbej, mbrëm, janë hedh qindra mijëra euro, midis 200 dhe 400.000 euro. Ja pra që legët i kanë. Po legët i bëjnë palma, legët i bëjnë pllaka, legët i bëjnë fishekzjarre, legët i bëjnë fasada. Në vend që ti sjellin e ti bëjnë ndihmë për fermerët, ti sjellin e ti bëjnë investime për infrastrukturën, tapin vende pune si në fshat ashtu dhe në qytet. A është e mundur? Sigurisht është e mundur. Programi i Partisë Demokratike parashikon ndihmë për fermerët dhe investime në infrastrukturë për të hapur vende të reja pune.